Shoqata intelektualëve Jakova në vazhdimsi organizon aktivitete të ndryshme kulturore, me qëllim të promovimit të sa më shumë ngjarjeve kulturore në vend. Këtë të shtunë në shënim të ditëlindjes së 90 të shkrimtarit Agim Gjakova. Kjo shoqatë organizon takim me asetin e 2 anëve të kufirit, shkrimtarin Gjakova. Këtë radhë, pikërisht të shtunën, do të marrët një takim me shkrimtarin ton, aset i të 2 anëve të kufirit, Agim Gjakova, me rastin e 90 vjetorit të lindjes së tij. Profesor Sefa tha që në këtë ngjarje të veçantë, të pranishëm do të jenë shumë miq shkrimtar e mendimtar. Pjesëmarrës të ftuar janë miq, koleg, bashkëmendimtar, disident të zotit Agim Gjakova nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga vende tjera shqiptare, të cilët së bashku me ne do ndajnë qaste të kujtimit, jo thjesht të një përvjetori, po të një njeriu i cili me veprën, me jetën, me sfidat, të gjitha ato na ka bë të ndihemi krenar. Përveç pranisë dhe rëndësisë së kësaj ngjarjeje, Sefa bëri të ditur që në këtë ngjarje do të ketë befasi për të gjithë ata që do të jenë të pranishëm në këtë aktivitet.